Dritare ju fton të votoni. 22-23 mars në Itali. Italia po voton në një nga referendumet më të rëndësishme të viteve të fundit. Në dukje teknik, në thelb politik, ky votim prek drejt për drejt sistemin e drejtësisë, por mbi të gjitha është kthyer në një provë për pushtetin e Giorgia Meloni. Përse është referendumi? Në datat 22-23 mars, italianët po votojnë për një reformë kushtetuese të drejtësisë. Nëse miratohet, ajo sjell ndryshime të thella: ndarja e plotë e gjyqtarëve nga prokurorët, krijimi i 2 organeve të veçanta për drejtimin e tyre, përfshirja e shortit, lotarisë, për përzgjedhjen e disa antarëve, ngritja e një gjykate të veçantë disiplinore. Qëllimi, sipas qeverisë, është një drejtësi më e pavarur dhe më efikase. Pse e kërkon Meloni këtë reformë? Kryeministria Giorgia Meloni e ka bërë këtë reformë një nga shtyllat e saj kryesore. Sipas saj, drejtësia italiane është e ngadaltë dhe e politizuar. Prokurorët kanë shumë pushtet dhe sistemi aktual krijon grupe ndikimi brenda vetes. Mesazhi i saj është i qartë: Italia ka nevojë për një drejtësi më të drejtë dhe më të kontrollueshme nga rregullat, jo nga grupet. Pse kundërshtohet fort? Opozita dhe një pjesë e madhe e sistemit të drejtësisë janë kundër. Ata paralajmërojnë rrezik për ndërhyrje politike në drejtësi, dobësim të pavarësisë së prokurorëve dhe një sistem më pak meritokratik për shkak të shortit. Debati është i fortë dhe thelbësor: reformë për drejtësi më të mirë apo kontrolli drejtësisë nga politika? Sa shanse ka të fitojë? Gara është e hapur. Sondazhet japin një avantazh të lehtë për po, por në ditët e fundit jo në shtafruar shumë. Praktikisht 50-50. Faktori vendimtar është pjesëmarrja. Pjesëmarrje e ulët që favorizon jon. Pjesëmarrje e lartë favorizon garën e hapur. Test politik për Melonin. Edhe pse teknikisht është referendum për drejtësinë, në realitet është kthyer në një test për qeverinë e Giorgia Meloni. Opozita e ka shndruar në një vot kundër saj, ndërsa mbështetësit e shohin si një reformë të domosdoshme. A do të dalë dorëheqje nëse humbet? Jo, Giorgia Meloni ka qenë e qartë, nuk e ka lidhur rezultatin e referendumit me dorëheqjen e saj. Kjo është një zgjedhje e vetëdijshme politike. Ndryshe nga liderat të tjerë italianë të kaluarën, ajo po përpiqet të shmangë kthimin e referendumit në krizë qeveritare dhe të mbajë stabilitetin e qeverisë edhe në rast humbjeje. Ky referendum është për drejtësinë italiane, por në thelb është një betejë për balancën e pushtetit dhe artaardhmen politike të Italisë. Pse ka rëndësi edhe për Shqipërinë? Italia është partnere kyçe për Shqipërinë, ekonomikisht, në emigracion, në politik dhe integrim evropian. Çdo ndryshim në sistemin e saj ndikon drejt për drejt edhe tek ne. Dritare TV fton ndjekësit tanë të shumt në Itali. Votoni, votoni, votoni në këtë referendum.